Emisioni CV. Përshëndetje miq të nderuar televizionit Ziko, po takohemi këtu me emisionin CV. Shpresojmë që të kalojmë çaste të këndshme gjatë këtyre minutave të rezervuara për ju. Sonte këtu në Hotel Victoria, me mua në emisionin CV është Ermal Feyzullahu. Ermal, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjej. Herë Ermal, faleminderit shumë që pranove ftesën që të jesh pjesë e CV-s. Kënaqësia është e imja, faleminderit juve. Rregull, po filloj me pyetjet. Spari do të thotë të na japësh një biografi të shkurt të Ermal Feyzullahut. Jam i lindur me datën 23 gusht, vitit 1988. Në horoskop jam Luan. Hobi e kam futbollin. Çka ka tjetër në përshkrim, numrin e kamës e kam 43. Rregull, Ermal, tash po I kthemi pak familjes tënde. Na përshkruaj si ka qenë familja e Ermal Feyzullahut. Si çdo fëmijë tjetër, besoj. Kam qenë pak më shumë I lazdru, me qenë se kam djali më I vogël, edhe prind më kanë lazdru pak më shumë, por ndryshe në shkollë kam qenë zonë shumë I mirë. Si fëmijë kam qenë shumë, si me thonë, eksploziv në çdo aspekt. Çdo gjë kam dashur ta arrijë dhe ta bëj dhe të jem I pari si fëmijë. Kjo është familja ime. Kam pas qef që të rri gjithmonë pak më shumë si fëmijë, edhe ato e di domethënë si karakteristikë. Një farë qëndrimi të burrit me mua, që si fëmijë I vogël më kanë tallë vjetër se më ka thonë burri I vogël e tjerë. Rregull, tani para se të pyesim për karrierën, për hapat e para, do donim të dim se çfarë tipi, çfarë karakteri ka Ermali. Me thonë drejtën nuk di se si me përshkru vetën, përse asnjë njeri nuk din me përshkru vetën. Po kam qef shumë punë kam qef që t'jem I përpikt. Kisha me qujt vetën ambicioz për disa gjëra. Kam qef që t'i arrij dhe t'ju dal deri në fund punëve. E tjerë, pak si tip jam pak ma temperament që për momente, mirë po shumë shpejt qetësohem, nuk jam ai. Cila është pika që Ermali nuk e duron edhe gufon shumë shpejt? Njerëzit indiferent edhe njerëz cilët gënjejnë. Nuk I do. Rregull, tani kthehemi pak te karriera. Kush ka qenë ai ose ajo që ka zbuluar talentin tënd për muzikë? Po si fëmijë, me thonë drejtën, kam qenë në shkollë muzikës, në piano. Nuk më me thonë tash që më ka zbulu dikush talent, po e kam vrejt talentin tim si fëmijë, pothuajse të gjithë. Me qenë se shumë rrallë, po kur kam kënduar, kam filluar më dëgju prej, kam thonë ka prirje Ermali për ka vesh për muzikë. Pastaj ma shumë cilët janë marrë me mu, sa I përket karrierës muzikore, janë daja dhe nana, babi ma pak. E do thot, mu mas shumë ti më ka ndihmu emri I tij, me u fut në rrjedhat muzikës, po si persona cilët kanë bërë për mu dhe për karrierën time janë nana dhe daja. Rregull, tani rikthehemi pak të na thuash hapat në fushën e karrierës. Do thonë, si ke startu dhe sa ke pas vështirësi? Nuk kam pas shumë vështirësi, me qenë se atëherë ka qenë tjetër kohë. Unë kam pas një kënga e parë, është realizuar vitin 1995, kur unë kam qenë 7 vjeçar. Kënga është titulluar Trashe Trashe, besoj që e mojnë mend që të gjithë, edhe ka pas një sukses të madh shumë. Edhe po unë kam pas marrë pjesë në disa kaseta të vitit të ri, cilat janë realizuar atë kohë, me qenë se televizioni nuk ka pas. Në Show Fest festival ka marrë çmimin e dytë. Edhe do thotë kjo ka qenë ajo koha e këngës sime të parë dhe karrierës muzikore si fëmijë. Kënga ka pas shumë sukses, edhe tani kam filluar me njoft, me qenë se edhe si djali Sabri e kanë ditë njerëz. Do thotë nuk e ka qenë shumë e vështirë, po besoj e suksesshme ka qenë edhe kënga e cilën e kam pranuar njerëz. Për fëmijë do thotë ka qenë hiti më I madh në atë kohë. Rregull, vërtet që rrugën e ke pas ndoshta ndërtuar për Axhi Sabri, por është edhe ajo besimi yt edhe ditunia për muzikë që ka arritur që me majt atë rrugë me ndërtuar edhe më shumë.
Po më thonë drejtën, unë jam mundu, shumicën e kongëve i kam zgjedhë vetë. Pastaj kur ka fillu karriera prej moshës 14 vjeçare, pas një kongë një fjalë të tjera. Prej asoj kohë çdo gjë që e kam bo vetë. Do thotë i kam pëlqy vetë, i kam zgjedhë vetë kongët, jam përkujdes për disa kongëve edhe për melodi vetë. Edhe thashë edhe më herët emri, ka ndihmu shumë i të babës, edhe e falenderoj për çdo gjë në këtë jetë, s'pali si prind. Mirë po jam mundu edhe vetë. Kështu që kam pas që me arrit karrierën që ta bëj, që të njihem si Ermal. Si djali i Sabris dhe si një këngëtar i cili ka emrin Ermal. Ja ka arrit qëllimin? Nuk e di, është shumë herët me folë për karrierën time, sepse karriera ime është shumë e vogël, edhe mirë po unë kam qef që të shkoj hapat sigurt. Rregull, cili është qelsi suksesit të Ermalit? Besoj qelsi i suksesit gjithë secilit këngëtar janë këngët e mira. Do thotë kënga e mira e ngrit këngëtarin dhe e mban këngëtarin. Të na trego se si ka qenë do thotë publiku dhe tregu ballë jush gjatë karrierës tënde. Si kanë qëndru këto dy? Kanë qëndru shumë mirë, unë i falenderoj shumë, sepse falenderimi më i madh shkon për publikun. Publiku është ai i cili e vlerëson dhe e pëlqen këngëtarin. Unë jam mundu që çdo herë që të bëj, të realizoj këngë të cilat mi do publiku, edhe do thotë falenderimi më i madh shkon për ta. Edhe i falenderoj shumë sepse ata gjithmonë më dhanë stimulant për me punu për ta. Një dorëtrokitje më e madhe e publikut, ty të shtym për me ju jep risi edhe më të mirë. Ndërsa tregu? Tregu ka qenë rregull fillimisht, unë e men albumin tim parë. Kur e kam nxjerrë, ka pas shitje shumë të madhe, ka qenë prej 5 albume më të shituna. Po tregu i CD shitjes është në rënje, ato e dim gjithë, jo vetëm në Kosovë, po edhe në Amerikë, në gjithë botën, me qenë se pirateria e ka bot vetën, për ndryshe ne mohemi prej koncerteve dhe mbrëmjeve të ndryshme, cilat kanë jetë shumë mirë, edhe unë jem prapë falenderus publikut, sepse publiku vjen, mbushën sallat, edhe ne dohemi mirë, edhe ata kalojnë. Çfarë është kryesorja? Na trego pak se sa të kanë ndihmu familja dhe kush e përbën familjen tënde? Familja, besoj, secilit njeri ndihmon në karrierë. Secila familje, secili prind e don fëmijën e vet. Familjen time janë nana, baba, motra, tash që jam martum, e kam edhe djalin Artin. Do të thotë secili antar i familjes mundohet që të ndihmoj çdo aspekt ditë. Edhe unë ju jam falenderos shumë familjes. Na përshkruaj pak me pak fjalë se si është puna që tani njihesh më edhe si një baba, po një baba i ri. Po. Dhe si është ta kesh një fëmijë, çfarë emocioni t'jep? Po, është ndjenjë shumë e veçantë. Të gjithë kanë diskutuar temën e martesës time, e di akun, po nuk është asgjë e keqe, besoj se secili njeri gjanë më të lehshme me familjen, me kriju familje. Tash për çdo punë nalem dhe mendoj për djalin, për ardhmërinë e tij, për shkollën ku do të shkoj. Në shumë gjana mundohen të jem pak më i pjekun. Edhe unë si këngëtar kam arrit me provu shumë gjana në kohë të re. E vetmja gjë që më kishte qenë më martu. Edhe sigurisht iniciatori kryesor kam qenë unë. Edhe tash e kam familjen, jam shumë rregull dhe jam shumë i lumtur. Rregull, do të thotë duke pas parasysh lidhjen tuaj. Çka është dashuria për Ermal Feyzullah? Pra dashuria, besoj për secili njeri është një gjë shumë e vlefshme dhe shumë e shtrajtë. Edhe sigurisht edhe do. Besoj çdo njeri don, edhe çdo njeri shpreh dashuri për dikën në shumë mënyra. Sa ka qenë vështirë që të dashurohet Ermal Feyzullah? Do është ajo të dashurohet, po ti pëlqej dikush. Sigurisht, secili njeri besoj është i bën prej gjakut dhe mishit, edhe ka ndjenja, din me dashuru. Kështu që dhon janë një pjesë e tyre, dhe nuk ka qenë diçka. Dashuria nuk ka përshkrim besoj. Rregull, kuptohet që koha juaj është më se kufizuar, por në ato momente kur keni kohën e lirë, si e kaloni? Kohën e lirë e kaloj shumicën e kohës të lirë me djalin,
e kaloj kohën edhe me shoqërinë time. Mundohem që të jem besnik shoqërisë, të rri, të kaloj kohë edhe me ta. Pastaj kohën e lirë kam qef të më marrë me aktivitete tjera. Shpesh më lidhem me shoqëri, shkojmë në pishinë dikun, ose dalim në kafeteri, ose sikur çdo i ri tjetër besoj në Prishtinë. Edhe unë e kaloj kohën e lirë ashtu. Ose marr familjen vikende zakonisht. Jam të shtunë jam në Evropë. Kam ndonjë mramje rinore dikun. Pastaj dielë gjithmonë kur kthehem marr familjen dikun dhe dalim në një restoran. Me kalu kohën bashkë. Ditët e vikendit zakonisht është shumë vështirë me gjetën malin këtu. Ditën e shtunë, unë kaloj ta natën me në diskotekë. Mëngjes kthehem në Prishtinë edhe vazhdoj ditën pa flajt. Me qenë se kom qef ta shfrytëzoj atë ditë që të dalë dikun. Po. Rregull, çfarë vlerësoni më shumë tek vetja? E juaj dhe a ka ndonjëherë ajo gjë që thua sikur ta kisha kët e jo kët? Me thonë drejtën nuk janë tjerë cilë të vlerësojnë, unë nuk kisha dashur me shpreh asnjë gjë lidhur me këtë. Nuk po dua as që të jem modest, kuptimin po nuk di se unë i përshkrua vetë karakteristikat e mia që kam. Për tjerat besoj vlerësimet japin rrethi dhe njerëz tjerë. Në rregull. Deri më tani, cila mendoni që ka qenë çmenduria më e madhe që e ka bërë Ermal Feyzullahu? Çmenduria. Po, çmenduria kuptohet, po, za. Kuptimin e mirë të fjalës. Si çdo i ri tjetër, apo kom bërë disa gjeste të cilat ndoshta besoj çdo trio të kish pasi kështu që nuk kash me fillu me i tregu ka ndoshta edhe shumë. Po ato e din rrethi me din shokët e mi, sikur çdo i ri tjetër besoj. Po për momentin nuk po më kujtohet diçka kështu që është më kryesore që gjithë çka që ka bën suaza normale në kufit të caktuar. Normalisht. Secili ri besoj ka qef me bëj diçka për me qenë më atraktive, me rënë sy edhe për me qesh më shumë, kështu që Rregull, Ermal, me qenë se jemi te intervista, mos rastisht e mon mend cila ka qenë intervista juaj e parë që e ke. Me thonë drejtë nuk po më kujtohet saktësisht intervista ime po. Këtë pyetje është era e parë që e kam dëgjuar. Me thonë drejtë, edhe nuk po më kujtohet. Po në paraqitja e parë në televizion në intervistë, e di që ka qenë në vitin 2000, Radio Televizioni i Kosovës ka qenë një program për fëmijë, edhe i gjithë emisioni ka qenë. Kam qenë prezant, unë kam folur për këngët e mia, si fëmijë kam kënduar gjithë albumin. Duke pas parasysh që në vitin 96 e kom pas të realizuar me një album. Sa në vitin 96 kom marrë pjesë në festivalin ballkanik për fëmijë. Kom prezantu Kosovën. Në atë kohë domethënë si shtet autonomisë, çat mund ta quaj diçka Serbia që na ka lënë. Nuk kanë mujt me më shpërbly asgjë, sepse ishin soza të kufizuara. Mirë po e kam pëlqyer shumë këngën time dhe turkitet kanë qenë masovike për Kosovën. Është një kujtim shumë i mirë cilën mu dash me kjo është shumë e rëndësishme. Po. Do të Ermali ka një bagazh më së të kompletuar, me sa po shohim dhe po zbulojmë gjëra të reja. Jo, askush nuk është i kompletuar edhe nuk ka karrierë të kompletuar, po janë disa gjëra të cilat nuk bën me u harru edhe që më lajnë për shtypje. Në atë kohë nuk kam pas ndoshta emocion shumë, sepse kam qenë i vetmi që kam kënduar live, më kujtohet, në atë koncert. Po ka qenë pritja shumë e mirë. Rregull, Ermal, nëse të kujtohet, edhe saktësisht do të thotë me cilën këngë ka qenë paraqitja e parë e jotja skenike? Po, këngën Trashe, dhe ka qenë në festivalin Showfest. Një këngë të jetë e suksesshme në atë kohë. Po, jam shpërbly me çmimin e dytë. Rregull, Ermal, tani rikthehemi karrierës tënde në hapa ndoshta më të gjerë, po flasim për këngët e tua. Na trego se sa këngë ka gjerë më sot Ermal Feyzullahu. Tregu drejtën, janë dikon rreth 50 këngë. Thot po flas edhe në kohën si fëmijë kur kam këndu, edhe tash. Kam të realizuar me 4 albume. Do thot dikon ofër 50 këngë janë. Gjithat. Me bashkëpunime me gjithat.